Përshëndetje të nderuar dëgjues. Unë quhem Jonida dhe sot do të trajtojmë së bashku rëndësinë dhe rolin e ligjit për masa ndaj dhunës në marrëdhënie familjare si një nga mjetet mbrojtëse të cilët garantojnë të drejtat lidhur me çështjet e dhunës në familje. Ky ligj është miratuar në dhjetor të vitit 2006 dhe ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2007 si një domosdoshmëri për çështjet e dhunës në familje. Qëllimi primar i ligjit është parandalimi dhe reduktimi i dhunës në familje në të gjitha format e saj, si dhe garantimi i mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët janë viktima të kësaj dhune. Një nga objektivat kryesorë të ligjit është krijimi i një rrjeti të koordinuar institucionesh përgjegjëse për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave. Me anë të këtij ligji marrin zgjidhje pyetjet e shumë çështjeve. Një nga autoritetet përgjegjëse për garantimin e këtyre të drejtave është Ministria e Punëve dhe Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, të cilët me ndryshimet ligjore ka pësuar edhe ndryshim institucioni përgjegjës. Gjithashtu, autoritetet e tjera mbeten Ministria e Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Drejtësisë dhe njësitë e qeverisjes vendore. Detyrat e autoritetit përgjegjës, që në rastin konkret është Ministria e Punëve, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, janë hartimi dhe zbatimi e strategjive dhe programeve kombëtare në fushën e mbrojtjes dhe kujdesit ndaj viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare. Financimin ose bashkëfinancimin e projekteve të cilat kanë për qëllim mbrojtjen dhe konsolidimin e familjes. Mbështetjen në ngritjen e strukturave ndihmëse si dhe të gjithë infrastrukturës së nevojshme. Organizimin e kurseve të trajnimit rreth dhunës në familje me punonjësit e shërbimeve sociale, licencimin e OJF-ve të ndryshme që do të ofrojnë shërbime sociale për viktimat dhe dhunuesit. Këto ishin disa nga detyrat kryesore të autoritetit përgjegjës, të cilët merren në rastet e çështjeve ndaj dhunës në familje. Por, cilët janë subjektet që mund të vëmë në dieni organet përgjegjëse? Pra, ku duhet të drejtohet më saktë viktima në momentin që ndaj saj ushtrohet dhunë? Në rast të dhunës në familje, viktima mund t'i drejtohet me anë të një kërkese postës së policisë më të afërt, njësisë përkatëse vendore, komune apo bashki, qendrës shëndetësore të zonës ku banon apo ndodhet, ose me kërkesë padigjë gjykatës së rrethit të vendbanimit. Zakonisht në rastet e dhunës në familje, le të themi që vendi më i afërt ku drejtohen viktimat janë institucionet e policisë për shkak të mbrojtjes që ato ofrojnë dhe ndoshta për shkak edhe të afërsisë me zonën e banimit. Por cilët janë disa nga masat mbrojtëse ndaj dhunës në familje? Kuptojmë që hapi i parë me të ushtruar dhunë në familje, subjekti, pra viktima, shkon dhe ankohet në organet e policisë apo në zyrat e përkatësisë vendore apo në gjykatë, por cilat janë disa nga masat që merren pasi është deklaruar dhuna në familje. Dhe masat më të rëndësishme janë: e para, gjykata urdhëron menjëherë dhunuesin që të mos kryej ose të mos cënoj më viktimën apo personat e tjerë në familje. Duke urdhëruar menjëherë dhunuesin që të mos cënoj apo ngacmoj, të komunikoj drejt për drejt apo të rthorasi me viktimën. Një mas tjetër e rëndësishme është duke larguar menjëherë dhunuesin nga banesa për një afat kohor të caktuar me urdhër të gjykatës. Pra, kuptohet që në varësi edhe të shkallës së dhunës që ushtrohet në familje, kuptojmë dhe rëndësinë e masave që do të marrin më pas gjykata dhe organet e policisë. Dhe ndër masat më të forta kuptohet është edhe largimi i dhunuesit nga banesa e përbashkët. Një mas tjetër e rëndësishme duke ndaluar menjëherë dhunuesin që t'i afrohet për te një distance të caktuar viktimës. Pra, nëse merret masa për ta larguar dhunuesin nga banesa, kuptohet që kjo mas mund të shoqërohet dhe me largimin e dhunuesit për një distancë të caktuar. Një mas tjetër, duke ndaluar menjëherë dhunuesin për t'u afruar shtëpisë së vendit të punës apo banesës së familjes së origjinës apo banesës së çiftit të ardhshëm ose personave të tjerë dhe për më tepër shkollës së fëmijëve. Nga praktika, nga çështje të ndryshme gjyqësore, ne kemi parë rastet kur
është ushtruar dhunë në familje, është marrë masa e largimit të dhunuesit nga familja dhe për të përforcuar kjo gjë, sidomos kur dhuna është ushtruar jo vetëm ndaj një nga partnerëve, prandaj viktimës, por kur viktimi janë edhe fëmijët në rastin konkret, atëre kjo mas shoqërohet edhe me mbajtjen në një distancë të dhunuesit edhe nga shkolla apo institucionet e tjera ku qëndrojnë fëmijët. Një mas tjetër, duke vendosur me njëherë viktimën dhe të miturit në strehime të përkohshme. Pra kur është e pamundër largimi i dhunuesit nga banesa e përbashkët dhe kur shkalla e dhunës është në një nivel të lartë, atëre me njëherë organet përkatëse marrin masa që viktima të shoqërohet së bashku me të miturit në institucionet e strehimit të përkohshëm. Mas tjetër e rëndësishme, duke kufizuar ose duke ndaluar dhunuesin të takohet me fëmijën e viktimës, duke urdhëruar një person të akuzuar nga gjykata që të shoqërojë viktimën ose dhunuesin deri në banesën e viktimës që të mbikëqyrë largimin e pasurisë personale. Pra, për të shmangur çfarëdo lloj konflikti gjatë largimit të dhunuesit nga banesa e përbashkët, ky dhunues shoqërohet kryesisht me policë apo me persona të institucioneve përkatëses të marrë sendet personale të tij apo pasurinë personale, të largohet nga banesa dhe të ketë një distancë me viktimën ndaj të cilët është ushtruar dhunë për të shmangur çfarëdo lloj konflikti apo dhunë e cila pasohet më tej. Masa të tjera të rëndësishme janë duke urdhëruar dhunuesin që të lejojë viktimën të posedojë banesën të cilën e përdorin së bashku viktima dhe dhunuesi, duke urdhëruar dhunuesin që të paguajë qiranë e banesës së përkohshme apo të përhershme të viktimës, si dhe detyrimin ushqimor të viktimës. Edhe kjo është një masë e rëndësishme. Zakonisht masa që merr gjykata për ndalimin e dhunës në familje në shumicën e rasteve shoqërohen edhe me një vendim divorci. Dhe zakonisht në vendimin e divorcit përcaktohen dhe përgjegjësitë në rastin konkret të partnerëve, por të dhunuesit kryesisht në këtë rast, për të paguar detyrimet e tyre, për të paguar detyrimin ushqimor ndaj viktimës dhe ndaj fëmijëve, por në një rast të tillë kur ushtrohet dhunë dhe kur shkaku i prishjes së kësaj martese ka qenë dhuna në familje, detyrohet dhunuesit të paguajë qiranë e banesës ose t'ia lëri në posedim banesën personit viktimës së bashku me fëmijët. Masa kalon akoma më tej duke i kaluar viktimës të drejtën e kujdestarisë së përkohshme të fëmijëve. Pra, mund të merret një masë e tillë ku dhunuesi ndalohet për të pasur marrëdhënie dhe me fëmijët e tij dhe kujdestaria për fëmijët i kalon personit të viktimës, madje kjo mas shkon akoma më tej deri në heqjen e përgjegjësisë prindërore nëse dhuna është në atë shkallë ku është e pamundur që dhunuesi le të themi të ketë në kujdestari apo përgjegjësi fëmijët e tij. Trajtojmë disi organin kompetent për lëshimin e urdhrave në rastin e dhunës në familje. Organi kompetent për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes në rastin e dhunës në familje është gjykata e rrethit gjyqësor, seksioni familjar. Dy janë urdhrat kryesor që nxjerr gjykata në rastin e dhunës në familje: urdhri i mbrojtjes dhe urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes. Subjektet që kanë të drejtë për të kërkuar urdhrin e mbrojtjes kryesisht janë vetë viktima, përfaqësuesi ligjor apo avokati i viktimës, policia ose prokuroria. Kërkesën për urdhër mbrojtje të një të mituri mund ta paraqesin edhe prindri ose kujdestari i të miturit, përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës, të afërmit, përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës ku ka banimin e përkohshëm apo të përhershëm viktima dhe qendra për shërbim për mbrojtje sociale dhe rehabilitim. Ndërsa kërkesën për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje mund ta paraqesi vetë viktima, përfaqësuesi ligjor apo avokati i viktimës, policia, prokuroria, personi me të cilin viktima ka marrëdhënie familjare, përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale, komunës apo bashkisë. Pra, në rastin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtje, shtohet numri i subjekteve që kanë të drejtë për ta kërkuar këtë urdhër në raport me urdhrin e mbrojtjes që lëshohet nga gjykata.
Gjykimin për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, gjykata e vendos brenda afatit 15 ditor pas pranimit të kërkesës nga vetë personat, subjektet të cilët kanë të drejtë ta bëjnë këtë kërkesë pa dije. Pra, dallimi midis lëshimit të urdhrit të mbrojtjes dhe të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes është afati kohor. Në rastin e urdhrit të mbrojtjes, gjykata ka përgjegjësinë dhe detyrimin ligjor që brenda 15 ditëve pas pranimit të kërkesës, ajo duhet të lëshojë urdhrin e mbrojtjes. Ndërkohë, si qëndron situata në rastin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes? Gjykata vendos në lidhje me kërkesën për mbrojtje të menjëhershme brenda 48 orëve pas le të themi parashikimit apo pranimit të kërkesës së subjekteve përkatëse. Kuptohet që kundër vendimit të gjykatës për nxjerrjen e urdhrit të menjëhershëm mund të bëhet ankimi veçantë mbi bazën e dispozitave të Kodit të Procedurës Civile. Kundër vendimit për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes ose vendimit për nxjerrjen e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate, mund të bëhet ankim brenda afateve dhe rregullave të përcaktuar nga Kodi I Procedurës Civile. Dhe për ta mbyllur, do të theksonim që edhe një herë masat ndaj dhunës në familje merren në raport me shkallën e ushtrimit të dhunës. Dhuna ka disa forma, qoftë kjo fizike, qoftë psikologjike, ndaj antarëve të dhunës në familje, dhe në varësi të shkallës së ushtrimit të saj dhune, gjykata është e detyruar të marrë masat përkatëse brenda 2 afateve kohore, 15 ditor në rastin e urdhrit të mbrojtjes dhe 24 orë në rastin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, i cili gjykata me anë të këtij vendimi nxjerr edhe ekzekutimin e vendimit, menjëherë në momenti që shpallet vendimi, shpallet dhe ekzekutimi I tij dhe organet përkatëse, kryesisht policia, marrin masat përkatëse, qoftë largimin e dhunuesit nga banesa e përbashkët, qoftë mbajtjen e distance, qoftë deri në masën e më të rëndë që është burgimi, masa me burgim të parakohshëm dhe më pas do të hapet një seancë tjetër për le të themi masat e burgimit dhe afatin kohor që do të qëndrojë për dhunuesi I izoluar për dhunën që ai ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme ose në një shkallë kërcënuese për jetën. Uroj që me anë të këtij emisioni të gjithë dëgjuesit të kenë marrë një informacion të përgjithshëm jo vetëm për ligjin, pra një interpretim të detajuar të ligjit për masa ndaj dhunës në marrëdhënie familjare, por një informacion të përgjithshëm të organeve përkatëse të cilët kanë përgjegjësinë për ta mbrojtur, garantuar këtë ligj, por edhe të pasojave që mund të sjellë ligji. Faleminderit që na dëgjuat.